Vazhdojmë me lëndën e qytetarisë. Tema: interesi publik, politikat publike. Rezultatet e të nxënit. Secili nga ju, në fund të orës, përshkruan me fjalët e veta si e kupton interesin publik dhe politikat publike. Rendit politikat publike. Mëson si hartohen politikat publike. Terma kyç. Interesi publik, politikat publike. Vlera, hartimi i politikave publike. Burimet. Teksti, materiale nga interneti. Pyetjet që ne do t'ju japim përgjigje në këtë temë mësimi janë: çfarë është interesi publik, çfarë është politika publike, cilat janë disa politika publike dhe si hartohet një politikë publike. Duke ju dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, ne do trajtojmë informacionin e ri të temës. Interesi publik është mirëqenie e përbashkët apo mirëqenie e përgjithshme. Në demokraci shpesh dëgjohet termi interes publik, pasi kur punohet për interesin e përgjithshëm, kemi rritje të mirëqenies së përbashkët, si dhe vijnë ndryshime pozitive për një shoqëri. Çfarë është politika publike? Janë vendime dhe veprime të ndërmarra nga qeveria për të zgjidhur një problem publik, të cilat përshkruhen nga disa vlera shoqërore, morale dhe ekonomike të një shoqërie. Por cilat janë këto vlera që bartin politikat publike, cilat në fakt ndryshojnë në kohra dhe kultura të ndryshme. Siguria, liria, barazia dhe demokracia janë këto vlera. Le t'i sqarojmë secilën. Siguria ka të bëjë me përmbushjen e nevojave të anëtarëve të një shoqërie. Liria ka të bëjë me lirinë e zgjedhjes dhe veprimit, ama me ndërhyrjen e shtetit. Barazia ka të bëjë me drejtësinë në përgjegjësi dhe në përfitime, pra sa të barabartë janë qytetarët e një vendi në plotësimin e nevojave dhe kërkesave të tyre. Demokracia ka të bëjë me marrjen parasysh të dëshirës dhe vullnetit të qytetarëve. Shembuj të politikave publike kemi plot. Le të përmendim disa prej tyre. Politikat e arsimit kanë të bëjnë me gjithë politikat apo investimet që bëhen në fushën e arsimit. Politikat e mjedisit, politika e jashtme, politika e shëndetit, politikat sociale. Këtu le ndalemi pak, politikat sociale kanë të bëjnë me plotësimin e nevojave dhe kërkesave të qytetarëve të vendit, mirëqenien e tyre, plotësimin e kushteve të jetesës, plotësimin e nevojave bazike e tjerë. Kemi dhe politika makroekonomike, monetare, politikat e transportit, e ujit dhe të energjisë. Në zbatimin e këtyre politikave publike, a duhet të marrin pjesë qytetarët? Edhe në zbatimin e tyre, por dhe në hartimin e tyre. Po, patjetër, qytetarët duhet të marrin pjesë në politikat publike. Por, qytetarët marrin pjesë kur ata ndihen të motivuar, pra kur janë të informuar nga strukturat, nga institucionet përgjegjëse. Për këtë, shteti duhet të tregojë transparencë në vendimarrje, sjellje etike të përfaqësuesve në qeverisje dhe të përmirësojë kurrikulat shkollore në mënyrë që qytetarët të njihen me përgjegjësitë e tyre, në përgjegjësitë për pjesëmarrjen në jetën politike të vendit. Si hartohen politikat publike? Politikat publike shihen si një proces apo një seri fazash përmes të cilave kalon politika deri kur ajo zbatohet. Faza e parë është identifikimi i problemit si dhe zhvillimi i mendimit për zgjidhjen e këtij problemi. Faza e dytë është faza e krijimit, pra këtu diskutohen metodat e ndryshme se si do të zgjidhet problemi. Faza e llogaritjes së kostove dhe përfitimeve për secilën zgjidhje alternative është faza tjetër. Faza e veprimit të politikës. Në këtë moment kemi ndërhyrjen e pushtetit. Cili pushtet do të ndërhyjë për zgjidhjen e problemit? Ai ekzekutiv, ligjvënës apo gjyqësor? Faza e zbatimit ka të bëjë me përgjegjësinë institucionale. Cili institucion është përgjegjës për zgjidhjen e problemit? Institucionet vendore apo qendrore? Faza e vlerësimit të programit. Në këtë moment vlerësohet puna se sa politika ndërhyn për zbutjen apo zgjidhjen e këtij problemi.
Dhe faza e përfundimit ka të bëjë me feedback, me përgjigjen që marrim nga zbatuesit e politikës, të cilët e peshojnë informacionin për mënyrën se si do të vazhdoj, se si do të përmirësohet dhe si do të përfundoj politika. Ky ishte informacioni i ri për ju nxënës. Tani, unë do t'ju jap detyrë të cilën do ta punoni në mënyrë individuale. Do t'jepni mendimin tuaj me shkrim lidhur me një çështje që ju shqetëson në vendin tuaj apo mund të jetë edhe problem mbar kombëtar. Pra nëse do kisha pushtet që të ndryshoje diçka, çfarë do të bëje? Një shembull, për shembull, nëse do të kisha pushtet që të strehoja fëmijë të pastre, do të kërkoja nga shteti të kujdesej më shumë për këta fëmijë. Ky është një mendim, apo jo? Ju do zgjidhni një problem tjetër. Ju uroj punë të mbarë.